Influencuesja Emily Kister ka ndarë me ndjekësit në Instagram mënyrën se si po përballet me humbjen e djalit të saj Trig, i cili ndroi jetë pas mbytyjes në një pishinë përpara shtëpisë së tyre në Arizona. Emily ka treguar se së fundmi ka filluar të krijojë albume fotografike si një mënyrë për të përballuar dhimbjen. Ajo ka përshkruar procesin si argëtues, por shumë të vështirë, duke shtuar se të shohësh fotografitë e djalit dhe momentet e familjes vetëm 5 muaj më parë është tepër e dhimbshme. Emily dhe bashkëshorti i saj Brady janë prindër edhe të një djali tjetër, Teddy. Ajo ka thënë se kishte vendosur të mos shmangte fotografitë dhe videot e Trig, pasi besonte se kjo do ta ndihmonte në përballimin e dhimbjes dhe do e afronte më shumë me kujtimin e djalit të saj. Shpresoj që ky hobi të më afrojë më shumë me të, ndërsa dokumentoj jetën dhe të gjitha kujtimet që i vlerësoj, ka shtuar ajo. Ky reagim vjen vetëm pak më shumë se një muaj pasi Emily është rikthyer në rrjetet sociale pas humbjes së djalit dhe një sër betejësh ligjore për të parandaluar publikimin e detajeve mbi vdekjen e tij. Gjykata e lartë në Arizona vendosi në favor të Emily duke i dhënë të drejtë që informacionet mbi vdekjen e Trig të mos bëheshin publike.